edhe të bashkëndimit në ato që është quajtë unitet i spektit politik, po dhe zbehet se fuqisë e tij politike. Thoni si vendosin e ka bërë shifra, andaj duhet më shumë. Unë e kam thonë shpesh herë, gjysa e eksponentëve të PDK-s, që kanë pas pozita vendimarrëse në PDK, janë pjesë e lëvizjes vëzëndosje. Do të thonë me emra mbi emra. Unë nuk as po i gjykoj as, po pse janë aty sot. Po merren në vitet e fundit, edhe pozita udhëhece që i kanë pas në vetëvendosje, janë njerëz që kanë pas pozita vendimarrëse në Partinë Demokratike të Kosovës. Deputet, ministra, nënkryetar partie, ku ka pozita më të mëdha, do të thonë veç kryetari i partisë ka mungu me marrë anë me kalu në vetëvendosje. Po këto e përmenda që ma letë ata e kanë bashkëpunimin me ta. Edhe në pjesën ideologjike, edhe si bashkëpunim politik. Po ndoshta, gjuha e përdorur edhe populizmi, mënyra se si kjo arë në pushtet, mundet edhe atë me pas problematika të veçanta që nuk po lënë për mu bashku dhe mu themelu kuvende. A besoni koalicion mund shumë mes vetëvendosjes edhe PDK-s? Si pas teorisë ju, si tatë që e kanë themelu shikva, beson një koalicion të mund shumë mes PDK-s dhe vetëvendosjes? Unë nuk pa thëmë se e kanë themelu ata në këtë kuptimin bukfal, po për si kanë pas dora, është e pa kontestueshme, edhe që ka pas njerëz që jenë konë tafër me këto struktura dhe në pjesë e lëvizjes vetëvendosje, kjo është edhe pa kontestueshme, edhe në është mëse ki me emnin mbi emrin, tash mos him na me emra se është sot. A beson një koalicion mund shumë? Nëse LDK po i refuzon dyjat, ata mundën edhe me vazhdu bashkë ose letë bohen pjesë e qeverisë e unitetit, ulemi, dakordohemi për pika cilat mundën me qenë të përafrume, edhe që janë interes të Kosovës edhe zhvillimit saj, edhe dakordohemi për e centute për zgjedhje të reja dhe demokratike. Zoti Zemaj, krejt të asas që pëthoni ju, dëmon bili njerë që krijojnë opinion këtë vend, kur pëthoni letë shkon PDK-ja, janë ma tafër, ka eksponent, letë bot kjo, pe kundërdrojnë si kur PDK-ja... Po, në gjykimin, sepse ata po mundohen me gjujt, po konsiderohet si LDK-ja... që ne s'po mundemi po ata. Jo marë bëne që ku e kini, nuk ka të një alë kërkosh. Këta që pëthoni këtë përzizit ju, ata pëthojnë që ju pecytni vetëvendosmi një koalicion me PDK-n, se për ju mungon guximi si LDK, si parti shtetë fërmuse, si parti e cila ka ditë me marrë si pas tyre, edhe po doni me prit për mja plëcu të shimë zotit Abdiziku, me prit me i ata, edhe mande ju me orë me marrë shumicën. Si komentoni këtë narrativ? Unë s'po thonë, unë se lexova, po ta shtroj si pyetje deklaratat edhe komunikimet, ose narrativa që po ndërtohet mas i pozicionit. Ne po flasim me sinceritetin tonë politik, sepse jemi partia e tretë, me 20 deputet, me plot dignitet. Edhe të përgatitën, që kretë grupe tjera politike mendoj që mi bashku në vlerën, profesionalizëm nuk i kanë. Mos ta teproj me këtë... Sa ju LDK-ja? Kretë mi bo bashkë? Kretë mi bo bashkë, nuk përshojnë se sa deputet e LDK-s. Po ne nuk përkërkojmë hise ma shumë se sa na ka të regu, na ka përkra qytetari i Republikës e Kosovës. Na presim momentin tanë politik, punojmë për rritin e LDK-s, punojmë që dalim partia e parë, por nuk për e penguajmë. Blokusi dhe blokusit është partia e parë që në nënkupton lëvizja vetëvendosje me aljat e saj. Se si e zgjonë zgjedhën e duhet të gjenë me një marrëveshje politike. Që LDK-ja ka qenë refuzuse për ta, vendimi organeve të LDK-s. Po të kishtë ndonjë ndryshim qëndrimi, do të kishtë një situatë ndryshe, ne do të thënë nuk ka nevoja ta me e thonë për neve. Zoti Zemaj, a keni folë me partitë opozitare lidhë me propozimin e juj? Po, është vonë si propozim, nuk ka pas një reagim tashpër, ose një refuzim kështu, ka pas refuzim estetik të quaj, ose të pami se si shohin ata po. Pa partinë e parë nuk bëhet kjo punë. Dhe më thonë, pa partinë e parë nuk bëhet kjo punë. Si për refuzoni zotë hilë? Sepse asnjë subjekt politik, nësë është purë sinqert, nuk dëshiron që këto tjenë të përfshira parti tjera, dhe më thonë, ku aty mund të interferoj edhe vota vendimarrëse e listës serbe. Dhe më thonë, çdo parti politikë është përashtuese për shkak mos distancimit tyre. Pse për refuzon zoti Kurti? Sa ju tha, ju s'muni kështu, ju keni bë me këto, hajde të provoj. Pse pe kundërshton zoti Kurti sipas jush një qeverisje zot përfshirës ose tranzicionit? Po tasha e ka kriju këtë botën e vet e limoniste të qenerit në pushtet. Edhe ka i pëlqen edhe kjo pjesë e pauzës, ose që shpe e quen ata qeverisë në detyrë, si deputet edhe si kryeministër në detyrë. E kanë shëndru në standard të ndërëmanin, të ndëret një bërimor,
Ato po vazhdojnë, dhe më thonë, po rritet varfëria dhe po rritet inflacioni, ka shishini si po lëvizën çmimet. Ati luksi po i vazhdojnë njëjtë. E pam një deklarat publike që 109 persona ishin në stafin e zyres e kryeministrit, që nuk kupton asistent, këshilltarët jashtë, truproje, mos po flasim, tash ata janë fut në atë farë ombrellën e vetkënaqësisë, po që ka i kushton vendit, edhe ka i kushton. Si komentojnë deklaratën e zotit Kurti, kur thotë që nuk kemi vend, por kemi qeveri? E gabushme, sepse tia e personit që nuk po lejon mundësinë e krijimit të institucioneve të reja. Ti edhe partia jote. Sepse ti ki 28 deputet, ti e partia parë. Ty takon propozuesi, ty takon zgjidhja, ty takon marrëveshja politike. Tërheqo, thua unë këto nuk mund t'i bëj, atëherë përgjësia bartet tek të tjeret. E tek atëherë duhet me na matë neve çfarë përgjësie. A i ofroj mundësi vendet me njëhershme në shkurat e zgjedhje të jashtëzakonshme, apo ka tentativa që përmi gjetë gjarat e një deputet edhe me formu kuvendin edhe qeverinë e re të Kosovës. Ne straj kemi prapë seancën tjetër 24 orëshe. Një farë si ju, një pjesë politikës të ashtë soko. Të dy jemi dëshmitarë tashtë në Sovjetve. Ju, anena, mund të nena, këna bashkë të bashkë. E dim se kur ka një farë heshti, një farë si që është po mizetnon për i djeshrit, diçka zi. Po thu kërset diçka. Jemi dëshmitarë të dy tarvenda, jemi dëshmitarë. Mos pali do në vizitën e zotit Kurtit e Bedre Hamza. Jo, se e sharoj zoti zyra e kryeministrisë, se sharoj pramë edhe Vlora Staku toni.